ka burnëne që t'ja mbushi mendjen vjerit tim për shembull që të mos i sjelli nipi të vet në një gjë. Në një gjë po çaje janë shumë të mira thot. Është në një mall turk, në një gjë që zvihet në gojë ose në një gjë tjetër. Edhe ai po s'ja futin xhep atij, domethënë, e kupton, kur ne i themi që ore, mo çaj jep valla sheqer. E kupton, kjo është luftë e humbur. Atëherë gjithë kjo është, atëherë do të kemi aspektin, po themi, profesional, psikologjik, të studimeve botërore, unë po flasë për këto, ndërsa aspektin... Do jeqim nga telenovela turke dhe t'i vëm të studiojnë psikologi, tani... Mos të të vi çudi, edhe gjyshit ka nevojë për edukim në vazhdim. Sepse gjyshit ka një histori tyre, tek e cila ata mbështeten shumë, edhe thonë, ishim ne një herë dikur. Ajo në shumë të në rasteve është histori, nuk është edukim. Sepse koha ka ndryshuar. Nga pikpamja pedagogjike, ne jemi shoqëri e vogël. Ne hymë të shoqërit e vogla, dhe shoqërit e vogla zhvillohen në bazë të traditës. Pra edukimi vjen i trashëguar më tepër. Shkolla është dytësore. Edukimi themeltar dhe mënyrat e të jetuarit dhe të përballuarit personaliteti fitohet në shtëpi. Duke qenë që vim nga një shoqëri tradicionaliste ku familja jetonte në të njëjtën banesë, jetonte gjyshi, gjyshja dhe fëmijët me nipër me mbesa. Dhe aty ishin të gjithë bashkë. Mbas viteve 90, u bë kjo ndarja që çdo kush, domethënë çiftet me një shtëpi të reja, por lidhja nuk është shkputur. Tani nuk mendoj që është çështje autoriteti kjo. Unë mendoj që dhe çështje dashurie, nuk është gjyshi e di shumë mirë që nuk e do nipin dhe mbesën më tepër se sa prindi vet. Edhe Meri si vjerë me të drejtë thotë që unë e dua, xhelozohet nusja. Jo, ajo nuk xhelozohet. Asa i vjen pak i natë që Meri ka ca metoda që tërheqat fëmijë që ajo nuk i ka. Është çështje, është si sëmundja profesionale. Jo, unë për shembull, ta mbaroj. Duket edhe i kërkoj djalit sa herë falje, më duket sikur dua ato më shumë se djali, e kupton? Jo, djalin se futa fare unë. Mjalti. Është mjaltit ai. Është si puna e sëmundjes profesionale. Kur ke shumë vjet në një profesion, kushdo që vjen mbas teje, ti je i prirur që ta mësosh atë. Do s'do ti flet. Sepse ti ke një përvojë mbi shpatulla dhe gjyshrit, fal përvojës së tyre që kanë prindërore, i lejojnë vetes këtë gjë. Por unë them që fëmia ka nevojë... Po pse gjyshi është çmësuar, se kur ka qenë prind ai, nuk i ka pëlqyer kur i ka folur i ati ose i ëma, pse është çmësuar gjyshi? Dhe është më debul kur i bërtet babai shkojnë qajna ndematar, ose i dalin direkt në krasi si mbrojtësa. Po ta bëj me shembull. Prindrit e rinj, nga meraku që t'i plotsojnë ose të kryejnë atë rolin e prindërimit në mënyrë sa më korekte, që ta edukojnë sa më mirë, t'i japin mundësi çdo gjë po dhe t'i flasin, kërkojnë që të vendosin autoritetin e tyre. Tani gjyshërve kjo gjë nuk u pëlqen, se i thotë ore, lerini pak më të lirë, se dhe ne ju kemi lënë të lirë. Çfarë bëjnë gjyshit? Po ja mos di sa po e the. Po i s'na ka lënë të lirë. Vetëm të lirë s'na kanë lënë. Ai ta çorienton fëmijën me një çokoladë. Gjyshi, me një çokoladë ta nxjerr nga binarët. Po dhe me duar bosh nuk vihet e fëmia, se ata thonë mos. Nuk është e gabuar, unë s'po them që është e gabuar. Shiko, fëmia, roli i gjyshit, roli i gjyshit dhe i prindit te fëmia, e di si është. Është si puna e asaj makinës, që ka frenën, ka dhe gazin. Tani, njëri do t'i jap frenën, do shtyp frenën, njëri gazin. Prindrit zakonisht shtypin frenën, sepse mundohen që të kenë çdo gjë. Gjyshit shtypin gazin. Tani të dyja të mira janë. Kushta që janë të mira? Po, të dyja të mira janë, sepse po mbajte këmën të frenat, makina nuk t'i ikën i dashur. Po mbajte këmën gjithmonë të gazi dhe e le frenën, do shkosh do përplasesh, kështu që kombinimi të dyjave, si rolit prindit dhe si rolit të gjyshit dhe gjyshes, është pozitiv. Sepse fëmia ka mundësi që ta shikoj vete në disa këndvështrime. Kjo është pedagogjikisht shumë korrekte.